Alban, nga kjo pikpamje, e gjejmë këtë aktor, apo është... Unë me lejo t'i përgjigje me një Barcelet, në fakt, kësaj situatë. Për të dalë të një fenomen shumë i rëndësishëm. Në një fis afrikan, prej vitesh jetonte një prift i cili kishte shkuar të ungjillizonte. Dhe një ditë prej ditës shiqojnë fjalë me urgjencë të paraqitet te kasollia e kryetarit fisit, ka një situatë. Vishet i ziu, shkon edhe kryetari i fisit ishte bogati për luftë. Ishte lyer, ushte në dorë, e pret i ulur në fron, e i thot, ti do t'japësh llogari, thot, sepse ajo nusja atje në fund, ajo kasollia atje në fund, lindi dhe ka lind një fëmijë të bardhë. 500 kilometra këtu për qark, thot, nuk ka asnjë të bardhë, vetëm ti je. Thot, kështu që ti duhet të mbash përgjegjësi. Jo, thak, janë punë të Zotit. Këto janë punë të njeriu, tha le këtë punë, tha këto janë punë të robit, janë punë të Zotit, tha ti do marrësh llogari. Po janë punë të Zotit, tha ja shifi dhritë tuaja. Të gjitha aty tha janë të bardha. Njënat janë cepta është e zezë. Shif tha ky, e di si është puna, unë tha këtë muhabet, ta e le me kaq, tha po t'jap muhabet në dhis, mos ja thuj kujt. Tash ti, ne jemi në kushtet e omerta si dashur. Ne jemi në kushtet ku praktikisht palët kanë marrë njëri tjetrin peng, mos fol, mos hap gojen se po fola unë ti s'flet më. Dhe për sa kohë ky lloj cikli i qeverisjes së marrëdhënieve do vazhdoj të sundoj. Ne nuk kemi parti politike.